Është zhvilluar sot gjyqi për kërkesën e masës së sigurisë ndaj Gjon Shkambit, i cili u la në burg nga gjykata e apelit. Mësohet se gjatë seancës me dyert të mbyllura, xhaxhai i Elvis Shkambit, autori i vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, ka shpërthyer në lot. Jam i keqardhur për çfarë ndodhi, po ta dija do ta kisha parandaluar, tha i dyshuari që më herët kishte kundërshtuar masën, duke u ankuar në shkallën e dytë. Ai dyshohet për vrasje të mbetur në tentativë, teksa nipi i tij Elvisi pasi qelloi ndaj gjyqtarit Astrid Kalaja, duke e lënë atë të pajet në podiumin ku dha vendimin e fundit, qelloi me armë zjarri edhe ndaj Ragip dhe Ervis Kurti, të cilët mbetën të plagosur. Prokurori vlerëson se Gjon Shkambi nuk reagoi dhe nuk kreu asnjë veprim dhe këtë e thot bazuar në kamerat e sigurisë të instaluara në sallën e gjykatës, ku dhe ndodhi krimi në datë 6 tetor 2025. Nga ana tjetër, u shqyrtua edhe masa për Banush Koxhaj, për të cilin foli avokatja e tij. Mbrojtja kërkoi lirimin e punonjësit të gjykatës, i cili dyshohet se shpërdorai detyrën duke mos kryer kontrollin e duhur me detektor. Klienti im është i sëmur, shtoi avokatja, e cila tregoi se Koxhaj kishte qenë një punonjës i dedikuar, por sidoqoftë i patrajnuar dhe kjo nuk ishte përgjegjësia e tij.